A lodhet zemra, doktor Artan? Sepse na po flasim për bateri, po flasim për intervenime që i ndihmojnë zemrës me punu, a vjen që zemra një moment lodhet? Lodhja e zemrës nuk është si term kështu mjekësor, mirë po lodhja e personit, një ndër shkaktarët e shpesht është pikërisht puna e zvogëlune e zemrës. Pra në qoftë se një person ka pas një aktivitet caktuar fizik dhe s'ka pas probleme, në qoftë se në këto aktivitete të njëjtë tash ka lodhje, një ndër arsyet mund të qenë zemra. Pra lodhja është një ankesë shumë jo specifike. Mund me qenë prej pagjumësisë, prej jetës sentimentale, prej anemisë, prej çdo smundje shkakton lodhje. Po një ndër to mund të mi pas gjitha mirë dhe zemra me pas një funksion më të ulët dhe pacienti më lodh. Pra për këtë arsye, në qoftë se themi në aspektin praktik, atëna lodhja e zemrës po ekziston, sepse në qoftë se një zemër nuk e kryen punën si duhet, ajo ka me konsideru si zemër e lodhë, sepse s'pe e kryen punën si duhet, dhe krejt pacienti ka me qenë i lodhë. Po, prandaj kjo shkaktohet, pacienti lodhet për shkak të mos funksionimit